Pas këtij lajmi, jeni të lirë të pini sa kafe të doni. Përfitimet e kafes jo pak herë janë dhënë në dyshim, por një studim i ri ka vërtetuar se lidhja mes kafes dhe shëndetit të zemrës është vërtet e fortë. Të konsumoni 4 filxhan kafe në ditë ju ndihmon të mbroni veten nga sëmundjet kardiovaskulare. Jo vetëm kaq, por edhe nëse dëmi është të bërë, kafeina ka aftësinë të forcojë arterjet dhe ta bëjë zemrën tuaj të rimarrë veten. Studimet e kohëve të fundit në një universitet të Gjermanisë specifikuan se numri i lartë i kafeve në ditë vlen më tepër për të rriturit duke qenë se risku i sëmundjeve në zemër është më i lartë. Përveç se bën mrekulli për zemrën, ka tendencën të reduktojë riskun e problemeve të cilat mund të shkaktojnë luhatje të sheqerit. Është e rëndësishme të mos pini më shumë filxhan kafe nëse keni shqetësime të forta të shëndetit kardiak, të stomakut ose merrni medikamente të caktuara, por kryesisht 1 deri në 2 kafe çdo ditë pa ëmbëlsues dhe pa sheqer të shtuar është një zgjidhje shumë e mirë për dietën tuaj.